A pret që deri në fund të vitit kryeministri i Shqipërisë do të jetë ky që është? Nuk e di, unë nuk mund të them këtë gjë. Unë them që nga kjo gjë situata të posaçme krijojnë kushtet për zgjedhje të posaçme. Pra nga kjo gjë, o ai do të bëjë një marrëveshje të madhe me Sali Berishën, që sot dhe mund të bëjnë 140 vota dhe të rifuten ndryshojnë kushtetutën. Për të bërë çka? Për ndryshuar kushtetutën dhe për të reduktuar pushtetin e drejtësisë speciale. Por kjo gjë do të sillte ndalimin e procesit të antarësimit të Shqipërisë më. Ose përballjen politike të drejtë për drejtë të qeverisë së tij dhe të qeverisjes së tij me drejtësinë speciale, ku pjesa e akuzës mund të jetë edhe ai vetë personalisht, sepse tashmë kanë shkuar drejt për drejt në kabinetin e tij. Pra, njerëzit e ngushtë të tij. Por ose kërkesa për legjitimitet të ri politik. Ose kërkesa për legjitimitet të ri politik, po i cili vjen sërish nëpërmjet zgjedhjeve. Dhe zgjedhje me këto rregulla loje është shumë e vështirë të ketë në Shqipëri. Që i vje elementi katërt që duhet të ndryshojnë rregullat e lojës në Shqipëri. Për legjitimitet. Por ai ka dhe një luftë tjetër që është akoma më e vështirë. Ai duhet vendosë ç'do bëjmë me ato që amerikanët ja quajnë kartele droge. Dhe këtu, në këtë pikë, i vetmi njeri që mund të marrë një vendim është vetë kryeministri Edi Rama. Askush tjetër nuk mund të marrë vendim për këtë. Që do të thotë, një konfigurim total institucioneve të sigurisë së vendit, shërbim informativ, polici, shërbim informativ shtetëror, doktrina e sigurisë dhe luftë hapur klaneve drogës, ndërprerja e futjes gjithçka, e cila pastaj do të jepte një kosto edhe në ekonominë e vendit, por atij do t'i garantonte që do të mbetet në historinë e vendit si njeriu që tragëtoi Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Është në një moment që ai nuk po merr asnjë vendim. Nuk di nëse e ke ndjekur, pra të vetmet vendimet që kur kanë filluar goditjet nga janari 2025, edhe shkurti 2025 më saktë, që ishte futja në burg e Erion Velis. E deri sot, pra procesi zgjedhor e gjithë gjërat e tjera, i vetmi vendim që ai merr është mos marrë vendim dhe të hipi avionit, shkoj diku të bëj diçka që nuk ka të bëjë me këtë realitet. Dhe diku e pash këtë. Natën që një natë përpara që do zgjidhej kreu i ri i SPAK-ut. Në pallatin e kongreseve, unë fakti isha një pritje tjetër tek ambasada e Katarit, se ishte dita kombëtare e Katarit. Ambasadori i Katarit është një miku im, dhe nuk mund të mos i shkoja. Kisha dhe një ftesë shkoja të kjo ceremonia që ndashin to çmimet urdhri i Skënderbeut, i Flamurit, e mori presidenti Mojsiu, Plum Xhufi, Aurel Plasari, disa personalitet e tjera. Aty ishin presidenti Begaj dhe kryeministri Rama, pra aty ishte shteti. Dhe ndërkohë në ca zyra pak më të vogla tek ai pallati me xhama i drejtësisë atje ku është gjykata speciale dhe prokuroria e posaçme, aty ishin mbledhur diplomatët e huaj, përfshi edhe një diplomat të dërguar nga Departamenti i Shtetit, dhe po vendosin se kush do qeverisë drejtësinë në 3 vitet e ardhshme. Që do thotë kush do ta drejtojë ritmin politik gati. Dhe më vjen keq, por këta vendasit ishin thjesht po ndanin medalje. Ata të tjerë po vendosin se kush do qeverisë. Pra, a e ka Edi Rama eksperiencën për të marrë vendime të mëdha? Sigurisht që e ka. A e ka Edi Rama dijen për të marrë vendime të mëdha? Sigurisht që e ka. A e ka dëshirën për të dalë nga kjo krizë ku është futur? Sigurisht që e ka dhe këtë. Po a i ka kapacitetet? Kjo mbetet për të parë. Do të jetë viti gjatë. Po sigurisht. Viti 2026, nëse 2025 ka qenë transformativ për të vendosur disa prej binarëve, në një fjali të gjatë të përmbledhur, si do të jetë viti 2026? Do jetë vazhdimi 2025. Në cilat pika, në cilat vektor? Edhe në geopolitikën botërore, edhe në ekonomi, po sidomos në këto çështjet e brendshme politike tona në rajon do jetë një vit, shiko, kemi hyrë në një 5 vjeçar jo pak problematik për ne. Sepse suksesi ka kosto. Ilir ne si me mësu me 5 vjeçar të lehtë. Suksesi ka kosto. Shiko, nuk di atë kujtohet, besoj që duhet kujtohet mirë, kur gjithë bota gëzohej për
marrëveshjen e Daytonit dhe fundin e luftës në Bosnjë, ne shqiptarët tjetëroshim se shqiptarët e Jugosllavisë ngelën komplet jashtë çdo lloji programi të mundshëm. Dhe ishte një moment delikat ku dhe ti ke pas një rol jo të vogël, në cilin duhet projektuar se çfarë do duhet bënin shqiptarët në 5 vjeçarin e ardhshëm. Dhe janë marrë vendime të mëdha, po janë marrë vendime të mëdha edhe nga njerëz cilët për atë kohë ishin njerëz të vegjël. Sepse nëse do më thuash që në 95-ën Adem Jashari kishte plan të shkatërronte Serbinë, që s'mund edhe ta imagjinoj. Apo jo. Pra, nëse filloi një rezistencë armatosur në Kosovë, filloi në përfshatra, filloi nga njerëzit e varfër, filloi aty ku nuk mbante më. Dhe ishte pikërisht ajo Serbia arrogante, ushtarake, që kishte dalë me një legjitimitet shumë të lartë diplomatik nga Daytoni, sepse Miloševići doli si plumbi i paqes nga Daytoni, e cila vetëm 4 vite më vonë ishte komplet në anën e kundërt dhe kishte ndryshuar realiteti gjeopolitik. Ne shqiptarët kishim arritur të bindin perëndimin që jemi ndryshe. Por gjithë kjo kaloi nëpërmjet gjakut njerëzve, zhurmës kallashit, vuajtjes njerëzve, dëbimit njerëzve, edhe disa viteve shumë të vështira, të cilët erdhën nga një vit më i vështirë deri në të vështirë dhe u mbritën në 99, pra një 5 vjeçar. Pra është vërtet ajo që thotë që nuk kemi pas 5 vjeçar të lehtë. Por rruga drejt suksesit ka kosto dhe mbi të gjitha duhet të ketë vetdije dhe duhet që të rikthejmë proceset demokratike brenda llojit. Të paktën në Shqipëri, po me sa kuptoj edhe Kosova ka nevojë për një gjë të tillë. Pse? Sepse është vota ajo që t'imponon pra njerëzit ndryshimin. Ka bërë përshtypje të kjo zgjedhjet vendore të 2025-s, pati një vendim unanim politik të Partisë Demokratike të Kosovës për të mos kandiduar Ramiz Vllazërosin në Drenas, i cili familje lufte, i lidhur ngushtë me PDK, me luftë vetë edhe me familje, i lidhur ngushtë me PDK-n, i lidhur me proceset politike pas lufte, këshilltari, shef kabineti i kryeministrit Çeku, ambasador në Shqipëri. Maraleri gjitha ato, po ai tregoi sukses në komunën e vet. Po mbi të gjitha, në luftë hapur me gjitha partitë dhe konkretisht me partinë e vet, fitoi në raund të parë pa asnjë problem, duke treguar çfarë që partitë politike në Kosovë, përveç legjitimitetit, pas ka ndonjë problem tjetër. Demokracinë e brendshme. Sepse në çdo vend tjetër, një fitues ti si thu, ose do të dalësh, apo jo. Pra, do të tregon që është nevoja që ne duhet ta modernizojmë sistemin politik. Dhe shqyr që këto janë sfidat. Shqyr sepse po të kemi sfida të tjera si lufta, do duhet përgatisim, po që ne të mos mendojmë më luftën, sepse historia duhet na kthehet si shembull, unë mendoj që Kosova duhet vazhdojë rrugën e reformave sikur të jetë një vend i antar i NATO-s, dhe duhet të ketë atë që ka vendosur vendet anëtare të NATO-s në samitin e 2025-s. 5% të GDP-s për mbrojtjen. Unë mendoj se nuk ka parti politike në Kosovë e cila nuk është pjesë e këtij konsensusi. Po sepse është me vullnet. Po pra, nuk unë mendoj se është konsensus kombëtar. Se antarësim në NATO nuk është se të detyron kush. Ja. Po, por NATO një nga rregullat që ka përveç demokracisë e shtetit ligjore këto e tjerë, NATO ka 5%. Po. Dhe nuk mund të thush që shiko, se kjo është kriza më e madhe realisht që ka BE-ja me Amerikën. Ai thotë, "M'fal, NATO jam unë." Pse jam unë? Sepse unë jam ushtria më e madhe e NATO-s, unë jam dhe kontribuesi më i madh financiar. 77% e buxhetit NATO-s është amerikan. Nëse ne shohim sot që 3 ushtrit më të mëdha të NATO-s nuk janë asnjëra në BE, bëhet fjalë tu Amerikë, Turqi, Britania e Madhe, atëherë kuptojmë që kemi një problem real me BE-n, jo me NATO-n. Dhe me vendimarrjet që do ketë leadershipi evropian në raport me të ardhmen.